Ligjat, fuqia e heshtur e natyrës që shëron trupin dhe shpirtin. Në një botë gjithnjë e më e zhurmshme, ku njeriu vrapon pas gjithçkaje dhe harron veten, ekzistojnë ende vende ku koha ngadalësohet, ku toka flet dhe kujdeset. Ligjat janë ndër këto mrekulli natyrore, burime ujë të ngrohtë që dalin nga thellësitë e tokës, të ngarkuara me jetë, energji dhe fuqi shëruese. Janë dhurata të natyrës që prej shekujsh i kanë ndihmuar njerëzit të gjejnë lehtësim, forcë dhe ekuilibër. Uji i ligjave nuk është thjesht i ngrohtë, është i gjallë. I pasur me minerale të rralla, me përbërës që trupi i kërkon për të gjetur baraspeshën e tij natyrore. Ai hyn thellë në poret e trupit, në kyçet e dhimbshme, në muskujt e lodhur dhe shëron pa fjalë. Ndihmon në sëmundjet reumatizmale, në problemet me lëkurën, në shqetësimet e frymëmarrjes, tretjes dhe qarkullimit të gjakut. Por ajo që nuk matet me analiza është ndjesia pas një dite në ligja, si të jetë fshirë një ngarkesë e padukshme që ke mbajtur për brenda. Sepse ligjat nuk shërojnë vetëm trupin. Ato qetësojnë mendjen, rikthejnë frymëmarrjen e thellë, krijojnë një lidhje të heshtur me tokën. E ndërsa trupi mbulohet nga avulli dhe uji i ngrohtë, mendja më në fund ndalet. Fillon të dëgjosh veten. Fillon të ndjesh. Fillon të shërohesh. Shëtitjet pranë natyrës përreth, aroma e dheut, era e lehtë që prek lëkurën, të kujtojnë se nuk ke nevojë për shumë për të qenë mirë. Mjafton të lejosh natyrën të bëjë punën e saj. Shkuarja në ligja është një udhëtim drejt vetes. Nuk është luks, nuk është thjesht trajtim, është kujdes për shëndetin në kuptimin më të plotë. Trupi, mendja dhe shpirti gjejnë aty një gjuhë të përbashkët, qetësinë. Dhe Shqipëria i ka këto mrekulli, nga ligjat e Elbasanit, peshkopis e deri te banjat e Benjes nëpërmjet. Secila me karakterin, fuqinë dhe historinë e saj. Nuk janë vetëm pika pushimi, por vende shërimi.